Falterrenit malor Elbasani është një nga qarqet që kultivon masivisht gështenjat. Kryesisht fshatrat e njësisë administrative Labinot Mal në Elbasan janë ndërprodhuesit më të mëdhenj të gështenjës në vend. Prodhimi vjetor i kalon 300 ton dhe pjesa më e madhe e produktit eksportohet në vendet të ndryshme të Europës përmes industrisë përpunuese. Fermerët kanë filluar ta mbledhin produktin dhe teksa janë në fund shprehen të kënaqur me prodhimin këtë vit. Gjithësi prodhimi shumë i mbarë. Çmimi me 1200, me 1500, varet me fjalë nga malli që ke. Por që A ja vlen me këtë çmim? Të gjithë mundi që do gështenja? Ja vlen. Ja vlen. Me këtë çmim, po të ketë prodhim, ja vlen. Ndërsa para në 1000 lekë pasaj. Ashtë mundimsh. Në fakt edhe nuk i bëjmë shërbim. Nuk ja bëjmë shërbimin në cilësi më shumë, në cilësinë e kokrës. Ata prodhun shumë këtë vit dhe ngelen kokrat e vogla. Ndërsa për cilësi, po t'i bësh i qik shërbim, po të ashu. Sa mund të prodhojë gjithë zona? Varet këtë 300 kujtal, këtë 300 kujtal, 400 kujtal. Duhet edhe fuqie, po, i eksportojmë. I eksportojmë, i merë firma që i eksportojmë. Fuqia punëtore, kjo në mungon, se të rritë ka nikë. Nuk janë ma të rritë. Zona jonë ka pyje masive gështeje, që mund të kalojnë mbi 3000 ton gështeje, gjithë zona e Shmilit si zonë. Prioritet kanë zonat më malore, për arsye se klima më e freskët dhe gështeja këtë klimë kërkon që aplikohet më tepër. Çmimet vinë tregtar që e marrin dhe eksporti ka bënë një punë goxha të mirë që nuk ngelet në stok. Kërkojmë ndihmë për shembull nga këto institucionet që të bëhet një spërkatje ajrore për arsye se mund të shtohet prodhimi dhe mund të ketë krimbje apo diçka tjetër që mund të ketë, këto mund të eliminohen me anë të spërkatjes. Kjo shton prodhimin më tepër, lehtëson edhe grumbullimin, shton sasinë që banorët e kësaj zone e grumbullojnë dhe e mbledhin më shpejt. Po ka qenë 1500, arriti 1000 lekë. Ja vlen? Po ja vlen dhe e kemi shit në 300. Po është më mirë që prodhimit nga jetë. Tjetë sa ma shumë, sa ma nalë. Po në tregtarit dhe fitojnë për vetë. Tregtarit fitojnë më shumë sa na. Se na e kemi prodhimin dhe se me majtë e kalbet. Gështenjat e Labinotit plotësojnë jo vetëm kërkesat e tregut vendas, por eksportohen edhe jashtë vendit. Gështeja jonë është e veçantë sepse nuk ka spërkatje. Është bio edhe përdoret për industri të ndryshme, mi fjalë për çokolada, për miell, blurje, ambëlsira, edhe gatim në mish, çdo gjë sepse gjithë kjo zonë mund të prodhoj, unë për vete kam arrit deri 100 ton që kam ble këtu në këtë zonë. Kemi eksportuar 18 kamiona deri tash. Na e ka dhënë pronari deri tash mi fjalë firma e fuqishme që është në Francë, pa limit. Vitin që kaloi kishte shumë pak prodhim, kurse këtë vit ashtu pak prodhimi. Po gjithsesi mbetet sepse s'ka ujë. Vaditja, ajo është. Po është i gjë që nuk arrihet të vadisësh, sepse janë zona edhe të vështira. Flasim edhe realitetin. Njësia administrative Labinot Mal në Elbasan është një ndër zonat kryesore të Shqipërisë për rritjen dhe prodhimin e gështenjave cilësore, duke eksportuar qindra tonelata në vendet e Bashkimit Evropian. Në këtë zonë janë rreth 95.000 rrën gështenj, të cilat japin një prodhim rreth 400 deri në 500 ton në vite të mbara.